nderuar shikues, ju përshëndes. Do t'jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Edhe në fillim të marsit, Gjirokastra ka qenë e mbushur me turistë vendas dhe të huaj. Ata kanë shijuar arkitekturën, historinë dhe traditat e qytetit, duke vlerësuar si një destinacion unik. Interesi i lartë tregon se Gjirokastra po tërheq vizitor gjatë gjithë vitit, duke forcuar pozicionin e saj në hartën e turizmit. Afishohen për herë të tretë listat e zgjedhësve në Bashkinë e Përmetit, ndërkohë që në këtë ekstrakt janë vrejtur ndryshime, kjo për shkak edhe të regjistrimit e emigrantëve në platformën PER në Bashkinë Përmet, numërohen 7.914 zgjedhës. Bashkia e Tepelenës ka vijuar edhe këtë vit projektin Shërbimi Lëvizës për të moshuarit në nevojë, duke ofruar ndihmë pranë banesave për 50 të moshuar. Drejtoresha Arta Shaha thekson se kujdesi ndaj moshës së tretë mbetet një nga prioritetet kryesore. Kisha e lashtë e Kulluricës tashmë është pasuruar nga vetë banorët me dhjetra pemë të larta dhe shumë të bukura. Njëkohësisht në këto ambiente zhvillohen festa fetare dhe ceremoni mortore. Ju njohim tani më gjerësisht. Edhe në fillim të marsit, Gjirokastra ka qenë e mbushur me turistë vendas dhe të huaj. Ata kanë shijuar arkitekturën, historinë dhe traditat e qytetit, duke vlerësuar si një destinacion unik. Interesi i lartë tregon se Gjirokastra po tërheq vizitor gjatë gjithë vitit, duke forcuar pozicionin e saj në hartën e turizmit. Gjirokastra ka mirëpritur një numër të lartë turistësh këtë fundjavë si vendas, ashtu edhe të huaj, pavarësisht se jemi ende në fillim të marsit. Rrugicat e qytetit të Gurt janë mbushur me vizitorë që kanë ardhur për të zbuluar historinë dhe kulturën e qytetit të Gurt. We are from the Basque Country. Vendosëm të bëjmë një udhëtim në Shqipëri dhe në turin ton disa ditor s'mund të linim pa vizituar edhe Gjirokastrën. Është një qytet shumë i bukur. Vizituam Kalan, pazarin dhe do të shkojmë edhe në muzet e tjera, sepse duam të mësojmë më tepër rreth këtij qyteti të bukur. The country because it's different. Kam punuar këtu e kam nostalgji, më pëlqen Gjirokastra, prandaj edhe kam ardhur sot vizit me gruan. Ja, shikojmë pak nga Kalaja, pak te nga Obelisku. Mua më duket ajo që kam lënë 80-s, ka vetëm bojra. Kurse godina dhe më pëlqen që është ashtu pa u prishur këto gjërat e vjetra të cilat unë i kam nostalgji. Vizitorët shprehen të mahnitur nga bukuria e arkitekturës tradicionale dhe mikpritja e banorëve. Është herë e parë që vi në Gjirokastër. Më pëlqeu shumë, një qytet i bukur me arkitekturë të veçantë. Do të qëndrojmë 6 ditë në Shqipëri. Dhe pasi e kishim parë në rrjetet sociale këtë qytet të veçantë, nuk mund të linim pa e vizituar. Vi nga Greqia. Në fakt për mua është herë e parë që vizitoj Gjirokast dhe tani po pendohem që s'kam ardhur më parë. Ka një arkitekturë të veçantë me këto ndërtesa historike dhe të ndërtuara kaq bukur. Njerëzit këtu na kanë pritur ngrohtë. Ushqimi është shumë i mirë dhe i ngjashëm me shijet tona. Do të rikthehem përsëri në këtë qytet. Interesi i lartë për Gjirokastrën edhe në këtë periudhë tregon se qyteti po shndrohet në një destinacion të qëndrueshëm turistik gjatë gjithë vitit. Me një kombinim të historisë, kulturës dhe natyrës, Gjirokastra vazhdon të tërheq vizitor nga gjithë bota. Afishohen për herë të tretë listat e zgjedhësve në Bashkinë e Përmetit, ndërkaq në ekstrakte janë vrejtur ndryshime, kjo për shkak edhe të regjistrimit e emigrantëve në platformën PER. Në Bashkinë Përmet numërohen 7.914 zgjedhës. Janë afishuar për herë të tretë listat e zgjedhësve për Bashkinë Përmet. Kjo për shkak edhe të ndryshimeve të bëra të regjistrimit të emigrantëve në platformën PER. Sipas përgjegjës së gjendjes civile, Violanda Lipe, Bashkia e Përmetit ka në total 7.914 zgjedhës dhe 9 qendra votimi. Bashkinë Përmet janë afishuar në të gjitha njësitë e qeverisjes vendore, që jemi 4 njësi të Bashkisë Përmet, qyteti Përmet, njësia administrative Çarçov, njësia administrative Petra, njësia administrative Piskov. Është hera e tretë, listat i keni të shpallura. Qyteti Përmeti ka 9 qendra votimi, me një numër zgjedhës 7.914. Nënpunësit e gjendjes civile po bëjnë përgatitjet e afishimit të listave të reja me ndryshimet përkatëse. Ata kërkojnë nga ana e votuesve që të verifikojnë emrat e tyre në listat e zgjedhësve.
Nuk ka ardhur asnjë qytetar që të ketë probleme që nuk gjen emrin apo që nuk i ka të sakta generalitetet ose diçka tjetër që e mendojnë që nuk shkon mirë. U bëj thirrje qytetarëve që të kontrollojnë listat që janë të shpallura, që të jenë ditën e votimit të sigurt për votim. Ndërkohë, të gjithë qytetarët që kanë të drejtë vote mund të verifikojnë emrat e tyre në listat zgjedhore të afishuara pranë bashkisë ose njësive administrative përkatëse. Bashkia e Tepelenës ka vijuar edhe për këtë vit projektin Shërbimi Lëvizës për të moshuarit në nevojë, duke ofruar ndihmë pranë banesave për 50 të moshuar. Arta Shaha, drejtoresha e arsimit në Bashkinë e Tepelenës, thekson se kujdesi ndaj moshës së tretë mbetet një nga prioritetet kryesore me synim për t'u siguruar atyre një jetë sa më të mirë dhe të lehtë. Edhe për këtë vit, Bashkia e Tepelenës ka nënshkruar marrëveshjen për vijimin e projektit Shërbimi Lëvizës për të moshuarit në nevojë. Drejtoresha Arta Shaha bën të ditur se ky shërbim aktualisht po ofrohet pranë banesave për 50 të moshuar. Kemi marrë përsëri edhe këtë vit, vitin e 4, kemi marrë projektin Shërbimi Lëvizjes për të moshuarit në nevojë. Ky shërbim u ofrohet rreth 50 të moshuarve të qytetit, por dhe njësive administrative të Tepelenës. Bashkarisht me ta, jo vetëm për nevojat që kanë ata, por organizojmë dhe aktivitete të ndryshme. Ne shpresojmë që të vim në ndihmë me aq sa që ofrojmë, por që ata të ndihen mirë me veten e tyre, por të mos ndihen të vetmuar në familje apo dhe në shoqëri. Kujdesi ndaj moshës së tretë mbetet një ndër prioritetet kryesore të Bashkisë Tepelen. Për këtë vit, mbështetja financiare e Fondit Social konsiston në 2 punonjës, kurse për sa i përket të moshuarve kemi rreth 50 të moshuar që ofrohet shërbimi, por numri i tyre normalisht në realizimin e aktiviteteve është më i madh. Qëllimi i këtyre shërbimeve është të sigurojë një jetë sa më të mirë për të moshuarit, duke ju mundësuar kujdesin e nevojshëm në rastet kur ata nuk janë në gjendje të kujdesen vetë për veten. Kisha e lashtë e Kulluricës është pasuruar nga vetë banorët me vjetra pemë të larta dhe shumë të bukura. Njëkohësisht në këto ambiente zhvillohen edhe festa dhe ceremoni mortore. Ambientet e jashtme të kishës shenjtores Marina në Kulluricë të Fenekit kanë ndryshuar tërësisht pamje gjatë 27 viteve të fundit. Ky monument kulti është ndërtuar në vitin 1620, por gjatë periudhës sistemit totalitar është rënuar tërësisht. Ishte mitropolia e shenjtë e Gjirokastrës që ka investuar për rikthëmbjen e saj në fillim të viteve 90, por janë edhe vetë banorët, besimtarët dhe këshilli i kishës, të cilët kanë kontribuar që të kthejnë ambientet e jashtme në një atraksion të vërtet turistik. Unë këtu në kish kam ardhur në 1998. Si epitrop i kishës. Që atëre fillova të gjitha këto ndërtime që shikojmë sot, që shijon populli. E kemi sistemuar të gjitha gjërat, e erdhi puna deri në dyqan që kemi bërë këtu. Keni ndihmën e bashkëtarëve tuaj? Me ndihmën e fshatit u bët gjithë kjo punë. Unë plani kam që përpara dyqan atje që e kaluam, e kemi në plan që të shtrojmë me qimendo. Atë plan kemi tani për tani. Se shkojmë mbas fondit që na krijohet në kish. Me kthimin e emigrantëve në stin në verës, në këto ambiente Mahnitse zhvillohet festa e fshatit. Ndërsa një tjetër investim që u shërben banorëve të fshatit është kryer në këto ambiente godina ku shtrohen drekat e ceremonive mortore. Prej vitesh artizania Elona Prifti nga Këlcyra i është përkushtuar punimeve të ndryshme që realizon me anë të grepit, shtizës dhe gjilpërës. Në këtë kohë, ajo po bën përgatitjet e veroreve, duke përdorur fije të bardha dhe të kuqe, të cilat i zbukuron me iniciale dhe elemente të tjerë kreativ. Në zonën e Këlcyrës, vendosja e veroreve në duar është një traditë e hershme që ka kaluar brez pas brezi dhe simbolizon ardhjen e pranverës. Eriona Prifti është artizania nga Këlcyra, e cila ka 5 vite që i përkushtohet përgatitjes së veroreve. Ajo tregon se ka nisur punën që prej muajit shkurt, duke përdorur fije të bardha dhe të kuqe, të cilat i zbukuron me iniciale të ndryshme dhe element të tjerë kreativ. Nuk i kam numëruar, po kam bërë shumë jashtëmase.
edhe ushitëm për datën 1 dhe po përgatis të tjerat për datën 14. Kemi 2 lloje veroresh, kemi dhe me shkronja, me zemra, si i kërkon klienti. Jemi të përgatitur për datën 14. E vendosin në datën 1, kush e vendos datën 1 dhe heq në fund ose në datën 1 prill. Kush e vendos në 14 e heq në 14 prill. Dhe vendosin në një deg molle, në një deg peme, qershie, varet se ku kanë dëshirë ata. Veroria simbolizon ardhjen e pranverës, e bardha dhe e kuqa, simbolizon lulet. Për të ka shumë kënaqësi kur sheh gëzimin e fëmijëve, ndërsa i vendosin veroret që ajo i ka punuar me duart e saj. Kur marrin fëmijët janë shumë kënaqësi. Dhe sa dalin këtij na dera thon, "Mami, shikon, ma bëri tetarona." Ka rreth 5 vite që e bëj këtë punë në çdo sezon. E bëra vitin e parë, më pëlqeu, e pash, kishte interes, edhe doja ta vazhdoja. Është një punë e bukur, është një punë që më jep kënaqësi, gjej veten time këtu. Vendosja e veroreve është një traditë e hershme që simbolizon ardhjen e pranverës në zonën e Këlcyrës. Ky zakon ka kaluar brez pas brezi deri në ditët e sotme. Përmes kësaj tradite të vendasve, qartazi shprehet se veroret nuk janë vetëm aksesor, por edhe një shenjë lidhjes me natyrën dhe kulturën. Mësuesi 90 vjeçar Thoma Angjeli në Kullurit të Finiqit vijon të kontribojë në jetën shoqërore të komunitetit lokal. Aktualisht po shkruan një libër për historinë e fshatit prej vitit 1911, si dhe për jetën e tij. E gjetëm rastisht në kishën emblematike të fshatit të tij, tek shenjtore Marina. Megjithëse ka plotësuar 90 vjet të jetës së tij dhe ka 35 vjet në pension, ai vazhdon të jetë i shqetësuar për problemet e fshatit, historinë e tij, por edhe për mbarvajtjen e punëve të arsimit në Bashkinë e Finiqit. 17 vjet kam qenë mësues i fshatit, që nga viti 1973 deri në vitin 1990 që dolla në pension, që nga viti 1970 deri në vitin 1990 që kam punuar heroikisht. Mësuesi nderuar gjykon se kontributi i tij ndaj komunitetit lokal dhe vendlinjes nuk ka përfunduar akoma. Fëmijët tanë janë të zgjuar, fëmijët tanë kudo që vejnë janë të parë, punojnë me mendje dhe me zgjuarësi, janë të shkëlqyer. Jashtë kameras, ai shpreh pa kënaqësinë e tij edhe ndaj institucioneve arsimore, pasi gjithë këto vite askush nuk i ka kërkuar mendim për problemet e arsimit në shkollat ku mësojnë fëmijët e minoritetit etnik grek. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë në Rutakofshi.